botin, apo ujkonat nga Deçani, pra, komplet ujkonat e UFA, do I kemi me fitore, mbetet për të parë tani se çfarë do ndodh. For kill for win, we have Big Grabulja, we have Arso, we have Baki, Return, we have Corleone bot, nonën tjetër këto, kemi ujkonin me 1 I, kemi ujkonin me 2 I-a, kemi ujkonin me 3 I-a, dhe kemi vetë ujkonin me 14 I-a për mas, të shoh tani se çfarë do ndodh. Ujkoni jon atje, godet me hand hard, faleminderit ujkon, turit nera, jaran, big ujkoni here in the chat, big ujkoni here in the game. We're gonna see who is gonna win, or kill for win, draw in this game, or kill or Ofat are gonna qualify. We're gonna see here now in the second game of this tournament. Pra, ky tournament mundsohet edhe një herë prej Doxit, I cili është sponsori I këtij tournamenti, ku fituesi Balkan sa në tournament do jetë fituesi 300 €. Doxi is the organizer of this tournament, so who is gonna win? Is gonna win 300 € for top 1. The final is gonna be a good game. It's gonna be a blown game. So we're gonna have to watch everything. Kështu që të shohim tani se çfarë do ndodh. A do të jenë ekipa e Ofix Inferno apo Kill for Win fituese? Mbetet për të parë tani se çfarë do ndodh aty. Kemi ujkonin këtu I cili po vije me Augin e tij dhe me furën e tij, ujkonin I cili kërkon edhe Panzer apo Lena Augin e merr DBS-in këtu ujkonin në këtë moment. Të shohim tani se çfarë do ndodh aty. Kemi Bulin I cili nuk ka armë. Non tjetër vija Big Grabulja here. Big Grabulja për ekipën e Kill for Win atë. Të shohim tani se çfarë do ndodh. One game, first game is for the off team. This is the second game. If the Kill for Win, we're gonna have the we're gonna have the third game, the last game. If the off win, pro. Nëse Ofat fitojnë, it's end of the story, 2-0 for Ofat, and they qualify for the next game. Të shohim atje, ujkoni me ujkan. Faleminderit jaran. Përshëndesim atje Ofix Inferno, liderin e Ofat dhe më të vjetrin e Inferno atje, big ujkonin, pra, nga Deçani jon dhe nga Zvistra me plus, pra, ujkoni I Ofave aty. Të shohim tani se çfarë do ndodh. Via Brigabuja, Arso, Baki and Corleone. This is a quiet game. You know, this is going safe game. They are not trying to, you know, just to go kill. They're playing safe. They need the win, so they know what to do. Pra nuk janë të luajë, domethënë, në mënyrë agresive atë. Janë të luajë ekipa e Ofave atë. Ujkoni na përshëndet me hand hard, të përshëndesim atje. Ujkonin, jaronin ton nga Deçani, ku vera do të jetë një verë gjatë. Do të kemi një nej me çiftelia. Do të thonë gjithë jaronat kush do që është interesum. Duhet pa tjetër me konë Deçani, sholla minutos vjen. Pra, të shohim se çfarë do ndodh. Kemi ujkonin në këtë pjesë. Kemi ujkonat në këtë pjesë, mund me thonë non tjetër, kemi Corleone, Grabuja here, and we have Arso. Arso I think is gonna do a good kill if he watch and he peek against off team, but I don't know, with this gun it's very hard to aim and to do a spray, so we're gonna see what Arso 21 gonna do for Kill for Win. Të shohim tani se çfarë do ndodh. This is a quiet game. I hope he don't go out there. It's not a good, you know, if you go out here, from here to here, you know, it's not a, you know, don't go out, guys. Don't go here. It's not allowed. Only here, you know. Don't go out the bot camp, cause you lose 1 point. Ej, mos manzini për të mollën anglisht, nuk ashta se fulli kështu mirë, po di me full. Okej, të shohim tani, kemi Bakin këtu. After 32 for Baki. Let's see what they gonna do. Ujkon atu me push në tyre, ekipa e Ofix Inferno, ujkoni në këto momente, të cilit pro I kemi me push. Kemi në tjetër Corleone, kemi Big Grabujën këtu. Të shohim tani, Grabuja here for the Kill for Win team with the AK and the UMP. Not armor, not admit, very bad for him. So we're gonna see 8 bullets only for him left in the AK. He knocked the first one. Big Grabuja këtu. Ta shohim tani se çfarë do ndodh. Ujkona tani do e kemi me probleme ta përcjell tani këtu kemi ujkoni tori fort. Ta shohim tani ujkoni këtu me nokën e rrallës. Ujkoni apo lidhja ti drejt Arsos. Ta shohim tani se çfarë do ndodh. Kemi Corleone tjetër si nokën drejt ujkonit. Ekipa e Ofave, ekipa ujkoni në këtë pjesë. Ta shohim tani kemi Bakin I cili nokët. We have only Arso here. Arso with the DBS. 1v3 for Arso. Ta shohim tani se çfarë do ndodh.
2v1 now for Arso. Arso me DBS këtu. Arso against of Ujkoni. Ta përcim tani se çfarë ndodh apo 1-1 ka Arso. Ta shoh tani kemi revive prej Arsos. Kemi këtu Ujkoni i cili po më ne Ujkoni i cili duke bërë revive. Ta shohim tani se çfarë ndodh Arso. Afrohet Arso. Afrohet Arso. Oh, very very close. Djallo e kit vogël, Rogën e kit vogël këtu. Very close one from Arso. Arso 1v4 now. Arso for the win. Arso for the close here. Ta shohim tani Arso bie knock dhe kemi of X Inferno, the winner of this game 2-0.